Gjermania ka refuzuar zyrtarisht kërkesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për mbështetje ushtarake në konfliktin kundër Iranit. Ministri Gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, deklaroi nga Berlini se vendi i tij nuk do të marrë pjesë në operacione ushtarake, duke theksuar se Gjermania mbetet e përkushtuar ndaj zgjidhjeve diplomatike. Sipas Pistorius, Gjermania është e gatshme të kontribuojë në garantimin e sigurisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit, përmes diplomacisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, por jo me angazhim ushtarak. Ai shtoi se çdo vendim për ndërhyrje të tillë do të kërkonte një kornizë ndërkombëtare dhe miratimin e parlamentit gjerman, Bundestag. Ministri gjerman vuri gjithashtu në dyshim efektivitetin e një pranie të kufizuar ushtarake evropiane në rajon, duke theksuar se edhe një flotë e vogël fregatash nuk do të kishte ndikim të madh krahasuar me fuqinë detare të Shteteve të Bashkuara. Në deklaratat e tij, Pistorius theksoi se konflikti nuk është një luftë e nisur nga Gjermania dhe se prioriteti i Berlinit mbetet arritja e një zgjidhjeje diplomatike dhe përfundimi sa më i shpejt i përplasjes. Ndërkohë, ai reagoi edhe ndaj paralajmërimeve të Trump se ardhmja e NATO-s mund të ketë keq punën nëse aleatët nuk i dalin në ndihmë Washingtonit. Pistorius u shpreh se nuk beson që këto mosmarrëveshje do të çojnë në shpërbërjen e aleancës, duke nënvizuar se vendet anëtare vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre, veçanërisht në krahun lindor të NATO-s dhe në rajonet veriore strategjike.